Më shqetëson pak imazhi që ne kemi krijuar për jetën. Duhet të kesh një shtëpi para të 30-tave. Okay, that's too much, por duhet të kesh arritur në një pozicion para të 30-tave, duhet të kesh bërë X, Y gjëra para të 30-tave ose qëllime të cilat kur ti fillon dhe jeton e kupton që nuk janë qëllime të cilat ti ke zgjedhur të kesh, janë qëllime të cilat shoqëria të ka imponuar. Normat dhe këto gjërat sigurisht që vinë nga një pjesë nga shoqëria. Por sigurisht që duhen riformuluar dhe përcaktuar kur ti rritesh. Por kjo është shumë e vështirë, nuk është aq e thjeshtë sa duket. Kështu që nëse ti je fix në në një moment në cilin nuk e din se çfarë je duke bërë, do not bother, babe.